Behar Mera është një nga aktorët më të dashur për publikun. Me 10 role mbajnë emrin e tij, ndërkohë që skeçet e Beharit me aktoren Rita Lati edhe sot pëlqehen mjaft nga publiku. Aq të shumta ishin bashkëpunimet e tyre, saqë filloi të aludoj se mes aktorëve kishte një lidhje. Këto dyshime shtoheshin për faktin se asgjë nuk dihej për jetën private të Beharit dhe aq më pak për familjen e tij. Por situata ishte krejt ndryshe nga thashethemet që qarkulluan, pasi aktori kishte një familje të shëndetshme, edhe pse nuk ishte pranuar asnjëherë të bënte publike jetën e tij private. Vite më vonë, Rita Lati u shpreh se Beharin e kishte thjesht koleg pune dhe jo vetëm kaq, ajo kishte marrëdhënie shumë të mira edhe me bashkëshorten e Beharit dhe çdo lajm që kishte dalë për to ishte vetëm thashethem. Por kush është bashkëshortja e aktorit dhe pse ai ka vendosur ta mbajë sekret? Ajo ka qenë një nga femrat më të bukura të viteve 70 dhe kur kalonte në bulevard për shëtitje, vështirë që djemt të mos kthenin kokën pas. Bashkëshortja e aktorit ka qenë volejboliste me ekipin e Korabit dhe shpesh luante dhe me kombëtaren e volejbollit në Shqipëri, që në ato vite ishte ndër më të mirat në Europë. Sigurisht që Behari ka ditur të zgjedh, sepse bashkëshortja e tij nuk ishte vetëm një sportiste e mirë, por edhe një vajzë shumë e bukur dhe familjare. Pas 40 vitesh bashk, tashmë Behari dhe bashkëshortja e tij janë fokusuar më shumë në bizneset e tyre. Edhe pse në krah ka një grua të jashtëzakonshme, aktori Behar Mera ka preferuar gjithmonë ta mbajë hermetike jetën e tij private.